Në fillim të seancës plenare, deputeti socialist Erion Braçe ka ngritur në kuvend një shqetësim për mos funksionimin e një qendre shëndetësore në njësim 5 në Tiranë. Braçe tha se ka kërkuar një mocion me debat me ministrin e shëndetësisë Evis Sala, por ende nuk është futur në kalendarin e punimeve të kuvendit. Që në datën 19 kanë paraqitur një kërkesë për një proces pyetje përgjigje këtu me ministrin e shëndetësisë edhe mirëqenien sociale. Natyrisht jam referuar një çështje të caktuar për cilën kam folur disa herë në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, ai që ka të bëjë për mos funksionimin e një qendre shëndetësore në njësim numër 5 në zonën e Irfan Tominit dhe mendoja që ishte momenti i dur për të marrë një përgjigje më në fund pas 3-4 muajsh. Që kërkesën për pyetje kanë paraqitur në datën 19 janar. Sot jemi në datën 3 shkurt. Kur kthehet qendra shëndetësore në zonën e Irfan Tominit? Deputeti sodhi në SAD gjithashtu shqetësimet e qytetarëve për ndryshimin e çmimeve të barnave, duke kërkuar transparencë dhe kontroll mbi praktikat e farmacive dhe furnizuesve. Shqetësimet që kam marrë gjatë këtyre 2 ditëve të fundit lidhen me çfarë po ndodh gjatë këtyre 2 ditëve, pikërisht me çmimin e barnave të rimbursueshme edhe me rankimin e alternativave, barnave alternative pikërisht në këtë listë. Shqetësimi është i dyfisht. Pra, po e përsëris, edhe në rënditjen e alternativave, ka përmbysje të tyre, po edhe si çmime, të cilat lejoni t'ju them, shqetësimi apo pretendimi është i tillë, janë pa negociuara edhe të pa njoftuara. Më pas, Braçe kritikoi drejtorinë e përgjithshme të tatimeve se nuk i ka kthyer përgjigje sipas ligjit kërkesave të tij me shkrim për informacion. Ka institucione që nuk përgjigjen, ka institucione që ti i pyet për vezë të përgjigjen për bomba, jo për vezë, s'të kthejnë përgjigje kur. Dhe më e keqja është ndërpresin dhe komunikimin. Tani kam me tatimet korrespondencë të fundit që më datë 21 nëntor dhe nuk kthen përgjigje, refuzon të kthej përgjigje. Pse se si pëlqen ajo që i them unë këtu? Po punë e madhe shumë. Se si pëlqen. Të kthej përgjigje për aty që pyetet. Sipas Braçes, këto çështje tregojnë nevojën për një koordinim të mirë mes institucioneve shtetërore dhe për veprime konkrete për të parandaluar keq menaxhimin dhe pasigurinë për qytetarët.